Moti keq me reshëshiu shoqëruar me ngrica ka krijuar probleme në rrugën e Kombit. Në segmentin nga Miloti në Kalimash janë shënuar 3 aksidente, ku janë përfshirë rreth 15 automjete me 6 persona të lënduar, ndërsa autoritetet bën apel për kujdes. Moti keq me reshëshiu të cilat u shoqëruan me ngrica krijuan probleme në rrugën e Kombit. Për shkak të prezencës së akullit përgjatë segmentit Milot Kalimash u regjistruan 3 aksidente rrugore, ku janë përfshirë rreth 15 automjete, mes tyre një mikrobus me pasagjer dhe një autoambulancë e koncesionarit. Nga aksidentet u dëmtuan 6 persona, të cilët kanë marrë ndihmën e nevojshme mjekësore në Spitalin e Rëshenit dhe fatmirësisht ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Njësia autostradave po monitoron situatën dhe lëvizjen e automjeteve, duke u kërkuar drejtuesve të automjeteve që të jenë të pajisur me goma dimërore. Ndërkohë, firmat mirëmbajtëse janë vënë në lëvizje për hedhjen e kripës në rrugë, me qëllim përmirësimin e kushteve të qarkullimit dhe shmangjen e aksidenteve. Megjithse ulja e temperaturave ishte paralajmëruar, ka munguar ndërhyrja në kohë për hedhjen e kripës në rrugë, e po ashtu shumë drejtues mjetësh nuk i kanë marrë masat e nevojshme dhe janë gjetur të papërgatitur.